nëse të rezulton, i implikuar në trafik droge, nëse të kreu i rezulton... SPAK, që nuk më interesojnë emrat. Po që interesojnë emrat, po kësha janë ta që theme, emra janë. Po kush i firmos ta? Kryeministri, nuk e di kreu i SPAK, po ato fantazme senatorit, kush e firmos? Kryeministri. Nuk e di ka kreu i SPAK, e di që ç'ke me të. Përse nuk e pyet? Po këta veprimet e shumta hetimore që kanë bërë për çarën me Gonigall në Tiranë. Po. Kur Rama, Velinja, Gjignuri, Balla, duhet të paktën këto që janë të denoncuar. Këto sa herë kanë shkuar, sa herë janë thirrur. Po aty takime me të ka pas dhe Fatmir Xhafa dhe Tilda Gjone, që janë përmendur. Xhafa kishte komunikime për sukseset e reformës që bashkëpunoi. Ato resme në zyrë që publikuan Amerikanë që ju e keni marrë vetë në intervistë. Ajo, çfarë është? Nuk është një pjesë që i intereson prokurorit kjo? Ku thoshte që është duke bërë reformën në drejtësi dhe... Çfarë do të dali? Po pra, kemi punë. Çfarë punësh kemi reformën në drejtësi? Do bësh pazare, do mbledhësh prokuror gjyqtar, të marrësh taksat, nëse do të kalosh vetin ose jo. Është një mundësi shumë e mirë, ishte shpreha saktësisht. Se mundësia e mirë do të ishte për ne, jo për ata. Mundësia e mirë do ishte për shqiptarët që do kishin një drejtësi tjetër. Dhe çfarë u prodhua? U prodhua një biznes individual për Edi Rama. Natyrisht, ishte një biznesmen biznesi Sorosit i lanë durë Ramës për të bërë çfarë do. Kutia e Pandorës është hapur në ç'kuptim e them unë, sepse... Dhe ajo të ndalet tek ajo padia që duhet bënte opozita në prokurori që e premtoi kryetari zoti Berisha për ta çuar e lidhur me çështën e Shqipërisë Zez me Arubën. Për të çuar një padi në strukturën e posaçme mas materiale se kanë dalë dhe nuk ka dalë pak, le të marrë edhe Partia Demokratike ka mundësi të marrë edhe nga mediat belge, edhe nga zyrtarë belg, edhe nga njohet e tyre, le të themi, të bashkëpunimit me institucionet përkatëse. Raporti antimafias italiane. Ne dim tani me një Father Jones ka nisë hetimi këtu kundër PD-s dhe Lulbars atëherë. Po këtu a bërë Mother Jones, Father Jones, Brother Jones, në bërë gjithë Jones atë tani ka kërcit, ka shpërthyë globalisht kjo histori, dhe këta nuk pas kanë djeni kryesisht, nuk ka nevojë pas një kallëzim. Mundën të nisin hetimin kryesisht. Ka dhe diçka tjetër, por ata mund të ketë nisur, sepse unë vura në përgjigjen e zotit Po këtu do të ndalësh, ndaj tash kutia e Pandorës është hapur? Sigurisht kur ai u pyet nga një nga deputetët e Partisë Demokratike nëse kishte dieni për këtë çështje, sidomos për Arubën, tha unë nuk njoh një çështje Arubën. Dhe pastaj ju tha që është dosja Shqiponja e Zez. Ju tha kjo gjë. Dhe kishin ardhur dy ministrat belgë edhe në 3 ditë në Shqipëri dhe Kosovë. Ja kanë përmendur Shqipërinë e Bardhë, Shqipërinë e Zez, Shqipërinë e Guqe. Pra ata i kanë materiale si sepse ti edhe javën e kaluar e ndalur në fakt tek ministrat belgë, e ndalur tek pse ka rëndësi në fakt për ata çështje si kjo dhe thej që kanë qenë edhe vende të tjera të rajonit